leximi i Kuranit varreza. Nuk lejohet leximi i Kuranit varreza se nuk ka qenë praktike e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi nuk ka kurkun asnjë argument që kur ka vdek dikush ka lexu Kur'an, sepse Kurani është i zbritur gjallëve, me punu gjallë me të. Edhe në Kur'an asnjë ajet kuranor nuk e ki që Allah i drejtohet vdekunve. Thot Allahu xhalla shanuhu, unë thuaj Muhammed, unë ju të rje që juve vrejtjen me shpallje, do të thonë gjallëve. Pastaj edhe në surën Yasin, Allahu xhalla shanuhu ka thonë liyundhira man kana hayyan, që t'ja tërheq vrejtjen atij që është gjallë. Pastaj thirrjet e Allahu xhalla shanuhu, o ju njerëz, o ju besimtar, fale namazin, bëne këto, këtë janë që ju dedikon të gjallëve, nuk ju dedikon të vdekurve, se me vdekje përfundan misioni njeriut. Atër s'ka aty mu vepra, aty ka pastaj pritje për shpërblim ose dënim. Andaj Kurani është i zbritur për gjallë me punu me ta, si legjislatur, si moral dhe si dispozita, që në mi afrut Allah me realizua të kënaqësinë Allah me realizu në përmjet fjalëve tij e porosive tij në Kur'an. Edhe nuk lejohet sahabët edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e ka leju kur se kanë këndu, se ka lexu. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thonë kërkoni falje për vllahën e juve dhe kërkoni përforcim për të, sepse ai tash pyetët. S'ka thonë lexoni Kur'an për ta. Apo lexoni Elhamin për shembull, apo çush të na është tradit. Edhe pse Elhami është lutje, surja Kaptina El-Fatiha është lutje, është një lloj duaje, mirë po nuk e ka thonë pejgamberi, nuk e ka praktikuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Andaj është shumë interesant që për shembull shumica hanefive, nuk po them të na, po në këtë botën, për çdo cikrim janë gjendje me thonë Elhamin. Rizali la Fatiha. Del prej xhamisë e thotë Fatiha. Ulet në bukë e thotë Elhamin. Shkon dikon e thotë Elham për bereqet. Apo gjithkon e kënon Elhamin. A pat argument, s'pat argument. Do e kanë prej drejtën prej tyne kanë këto adem. Rizali la Fatiha, që i dur të kënoj Elhamin. Mirë po namaz gjenazës nuk e kënojnë Elhamin. E kënojnë Subhaneken. E që namazi gjenazës është namaz si kurse namazit e rëndon të, apo. Ibn Abbas radiallahu anhu thotë, vërtet leximi i Fatihas në namaz gjenazës është sunet. Për suneteve të forta. Do thonë, është një kontradikt, do të thonë që për gjithçka kënohet Elhami, për shembull, bani njët me falë namazin e gjenazës, apo. Edhe falë namaz gjenazët, Elhami s'knohet në tekbirin e parë, mas tekbirit të parë. Fund kur jepet selam, Rizali la Fatiha. Po ti që të Fatiha kënoje namaz më mirë është. Nëse e ki për të qëllim që ki mi adhëru qatë Elham, vdeknit, apo. Po më mirë është mi adhëru Elhamin hedije që ati dekni sa je namaz, si se jashtë namazit. Nëse do në me shku me qitë logik, se me këtë aspektin që është sunet se marin. Mirë po me atë logikën e tyneve, unë e mi adhëru Elhamin hedije, që është sure me bereqetshme, atër me qitë njetë, është shumë ma prioriton unë Elhamin me kënu namaz, se sa para namazit, asë jashtë namazit. Se të ashtu është të pja kënën Elhamin, atër po janë dho namaz, ma se vap e ki. Mirë po është interesant, do me thonë që kjo që disa tradite që janë të përhapnë të hanefit në troje tona, apo në vendet tjera. Kështu që Kurani nuk lezohet për vdeknit, as ka lezu Kur'an, as Elham, as Kul Huwallah, as Kul A'udhu Birabbil Falaq, as Kul A'udhu Birabbin Nas. Edhe pse është, do me thonë, një mesele që djetarët kanë mos pajtim ta, ka prej tyne që kanë argumentu se lejohet i shkon se vapi si shkon, mirë po fjala më e saktë, më e preferuar është prej dietarëve ai mendim që thotë se nuk i shkon se vapi. Me veçu me lexu me çat njët më aqu. Mirë po ti si musliman, unë si për shembull se jena të harit na namazli, falim, agjërojnë kështu me radhë, deshtëm një pjesë e veprave tona të mira, se vapi ju shkon prindërve tonë, e boni një të se bone. Edhe Kurani kur e lexon, një pjesë e sevapit të shkon atyre. Ti e bune me njëtë veçantë apo se bune. Atyne ju shkon, se ti je, do me thonë, si sebeb, do me thonë, i je fëmijë që atyne prindërve të harit, atër ata kanë shpërblimi për që ato që të kanë mësu. Ju shkon atyneve, jo veç i Kuranit, i namazit, i agjerimit, sadakas, i haqjit, e kështu me radhë. Këtë veprave të mira, atyne ju shkon një pjesë. Disa përshamë të folë prej shkaqeve të pranimit duas, është edhe veprat e mira.
rrethana caktuar, koha caktuar, sadakaje, salavatet krejt, e shtin edhe Kur'anin. Ta shumë po lexoj Kur'an, e kry këtë Kur'anin, e bëj një hatme të Kur'anit, edhe në fund po du me bëj dua, që më pranu duaja për të vdekur. Ti bëni dua, thuj Allah fale babën tem. Me qatë hatme. Pas Kur'anit. Se s'unë pi afrona Allah dhe më këtë Kur'anit pas parë. Po, ani ti lexoj Kur'anin, bëni hatme krejt, kur e bën duan e hatmës, ti mos thuj o Allah që të Kur'an pe që hedije babës. Po pse duaja e atij që lexon Kur'anit e bën hatmën, fund jo është i pranuar tek Allahu. Që ka thonë Enes radiallahu anhu dhe shumë sahabe tjerë. Atëherë ti çfarë thu? O Allah, dhe më thonë, mos thuj me që të sevap Kur'ani pja dërgoj babës edhe nunës, o Allah fal me babën. Bëni prej banorëve xhenetit që ajo është më e mirë për ato se sa më ia dhuroi ato sevape.